World Cup në RTK Radio. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës. Ju përshëndesim nga studia e programit tonë, ju përshëndesim edhe juve që po na shikoni drejt për drejt në faqen tonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook. Ju përshëndesim edhe me një ditë të re. Sigurisht që tema do të jetë e njëjtë, kampionati botëror i futbollit që po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Meksik. Ka hyrë në atë fazën finale të saj, ka hyrë në atë fazën, nëse mund të themi kështu në zhargonin futbollistik, ajo faza e nxehtë e botërorit, sepse tashmë dihet që disa skuadra janë kualifikuar në çerek finale. Anglia pas një fitore spektakolare në Azteca përballë njërit prej nikoqerëve Meksikës, e menjanimi apo eliminimi i Brazilit nga Norvegjia ka bërë që do të jetë një kampionat apo një fazë finale përfundimi i saj jashtëzakonisht interesant. Faleminderit Vlera Sport për këtë skenografi të bukur që e kemi në këtë studio të improvizuar. Faleminderit ekipit të gjerë që mundsojnë realizimin e këtij emisioni dhe fillimisht dua t'i falenderoj. Është Astrid Demaku, operator teknik së bashku me Kreshnik Qashkaxhiun dhe Driton Bunjakun, producent në emision është Faruk Bajrami, organizator Remzi Mustafa, pjesë e redakcisë së sportit Fatos Perniqi. Unë të montaçi Nikoqiri këtij emisioni do të jemi së bashku deri pak para orës 14. Faleminderit tashmë edhe dy mysafirëve të respektuar, dy kolegë gazetarë të sportit. A ka më mirë se me gazetarët e sportit me debatu ose me analizu rrjedhën e këtij kampionati botëror, ata të cilët qëndrojnë deri në orët e vona për të përcjellë të gjitha ndeshjet së bashku me mua, edhe pse unë ndonjëherë e tradhtoj pak edhe veten. Kështu që sigurisht që gazetarët e sportit janë ata të cilët unë po besoj shumë që ky emision do të jetë jashtëzakonisht i veçantë për faktin se kam nderin që dy prej protagonistëve që janë pjesë e organizimit të këtij kampionati botëror në mënyrën e vet në radio-televizionin e Kosovës, respektivisht në mediumin ku ata punojnë. Në krahun tim të djathtë kam nderin ta prezantoj Tahir Sopin, gazetar shumë vjeçar i sportit. Takimi se erdhën në studion e radios. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me kon këtu me balonin. Që shteti nështë diç tash pas mes natës na ka tradhtu, ka pak gjumi, po besoj që çato minuta që na ka tradhtu e kena Valonin, se Valoni u kon rregullisht në komentim ndeshjet pas mes natës. Valon Jakubi në krahun tim të majtë, Valon mirë se erdhën në shtëpinë tënde, sepse kjo shtëpia është e gjitha jonë. Shumë e vërtetë Radio Kosova, shtëpia jonë e gjithëve. Faleminderit shumë për ftesën e dëmon, është kënaqësi me qenë me juve në studio edhe me Takin. Vërtet sot besoj që kemi më kënaqur me fol për futboll dhe për këtë kampionat që është shumë i veçantë edhe që po na kënaq çdo herë me ndeshje dhe me befasi që po bëhen. Krejt muna me tratu për ti ju, asnjëherë. Unë jo, se edhe ashtu është detyra, por edhe qefi i madh i futbollit, edhe natën punoj ma lehtë, ma imi mësuna që punoj me futboll natën me pas ma na kemi problem herët mëngjes, më që kemi vështirësi pak, po është kënaqësi e veçantë, është diçka e paharrueshme në kampionat botëror dhe e bëjmë pa lodhje fare. E pse e ke zgjedh në orët e vona apo në orët para mëngjesit? Po me tregu drejtën, jam nostalgjik për këto kohënat për shkak se përpara në shtëpi është këshir shumë të sporti, gjyshi edhe baba janë shumë herë gjithë me këshir boks, por edhe futboll, e unë kam qenë gjithmonë adhurues i futbollit dhe gjithmonë kam përcjell ato kampionatet e Kupës Amerikës, janë marrë gjithmonë me shumë kënaqësi, edhe normal ndeshjet kualifikuese. Tash kur të vjen me komentu, është një kënaqësi e veçantë edhe e kujton mas një kohë që je shunatën edhe është diçka shumë e veçantë kjo dhe e bukur. Realisht nuk vjen më zgju fare sepse i pres ato ndeshje edhe me zë pres edhe normal me komentu edhe më mundu me bëu një transmetim sa më të mirë për publikun tonë. Faleminderit për emocionet që na sillni, sepse kolegët tanë nga televizioni i Kosovës komentojnë ndeshje, përkundër që ka tashmë shumë ankesa, por e kemi deklaruar disa herë që Radio Televizioni i Kosovës, respektivisht Televizioni i Kosovës, i ka 64 ndeshje që do t'i komentoj, sidomos atë finalin e madhe që do të jetë më 19 korrekt. Ashtu është, pra i kemi shumicën e ndeshjeve kryesore, është një gjë shumë pozitive që RTK ka kampionatin, kësaj radhe në bashkëpunim me Valën, por gjithsesi e sjellin tek publiku kosovar. Jeni dytë nga televizioni, nga fusha mediale, do të thotë nga televizioni. Unë besoj që kjo skenografi mos të më e mirë se juja, po mundohemi pak me buni var rivaliteti. Është perfekt, një ndjen shumë e mirë me si këtu dhe
po e zbukuron vërtet atë mozaikun e studiove tona, e veçanërisht edhe muhabetit që po bëhet edhe bisedat për kampionatin. Kështu është edhe më ngrot, ha? Po do thotë Radio Kosovës zakonisht i ka taku me mojt një kësi emisioni gjatë botrorit, kur dihet që vikendeve në mot njëftun për Superligën, ligat evropiane edhe tjera, shtë që i ka taku Radio Kosovës, në kry me ty, Fatusin, pjesën tjetër të stafit, me pas një emision kampionatit botror. Kjo është festivali junë, lodhemi është e vërtet, me gjithat lodhemi me knatësi. Do të ndjejmë me knatësi, sepse na vjen njëherë në 2 vjetë evropian apo botror edhe është knatësi me pas punë ditë për ditë me ndeshje, me reagimet të ndryshme. Edhe ka një traditë madhe Radio Kosova në përcjelljen e kampionateve. Traditë më se gjysmë shekullore. E kemi trashëguar një nëse mund të themi kështu, një traditë, edhe një bazë të mirë të bërit gazetari, edhe po mundohemi që ta vazhdojmë, edhe sigurisht t'ja u lëm brezave tash. Që është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme pas me vazhdu këtë traditën edhe me mundu me mojt nivelin gjithmonë. Ta, kjo është edhe më inkurajuese kur fton kolegë gazetarë të sportit, edhe pa pritesë vinë edhe na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre në realizimin e një emisioni sa më të mirë, sidomos për kampionatin botror. Ka qenë kënaqësi do të ftesa jote s'kam hezituar, sidomos kur e kuptova se është edhe Valuni, një koleg jam shumë i respektuar, i cili edhe e ka përcjell kampionatin, çdo ndeshje e ka komentuar është aty. Mundet me na përmirësu dikon pas mesnatë, në një momenti kur ka pas një hydration break, nështë i kom shil pak syt, po tani ka vazhdu edhe ma shumë. Jo, ajo është për me pi ujë edhe na, jo veç lojtarët, mu fjell pak. Mbron pak u zgjat ai fillimi i ndeshjes në Meksik, do thotë në mes në Meksikës dhe Anglisë, por megjithatë nisemi një orë vonesë. Nisi do thotë siç e dim gjithë para fillimit të botrorit ka pas këtu paralajmërime rreth stuhive, është ndeshja e dytë ndoshta që shtyhet në botror pas asaj të Francës, që ishte megjithatë ke kënaqësi edhe me prit çat shtyrje sepse ishte një ndeshje me intensitet lart, njëra prej më të mirave ndoshta deri më tani, dyja kombëtarët e kërkuan me çdo kusht fiturin, Anglia arriti mbos përvojës Harry Kane-it, kësaj herë Harry Kane-it i dul ndihmë edhe Jude Bellinghami, se kom pas një bindje që deri tash Anglinë në shtëpinë ka vojt Harry Kane që i ka ndihmu, edhe nuk është lehtë me mujt Meksikën, e cila në 4 lojë, në 4 ndeshjet e para nuk ka pranuar asnjë gol, plus në Azteca Stadium në 89 ndeshjet e fundit i kishte pas vetëm 2 humbje, që është diçka e jashtëzakonshme për Anglinë. Është shumë keq, një humbje dhe ajo që në shtëpi. Apo tash e dina që është kjo është futbolli, është faza knockout, gabimet nuk lejohen, gabimi më i vogël të kushton, faza e grupeve ke mujt ndoshta me kalkulu, sepse këtë herë kon botrori me 48 kombëtare për herë të parë, ka pas më shumë ndeshje, 2 të parat janë shku plus 8 grupeve të 3 më të mira, kështu që ka pas hapësirë sa dush. Okej, a është emisorë kjo dhe a është pozitive kjo për futbollin botror? Një format i tillë që e ka aplikuar FIFA për herë të parë. Shikoj më këtu janë kon 104 ndeshje në program, deri tash janë zhvilluar 84, 20 ndeshje kanë mbetë deri në fund. Ndoshta në fillim gjithëve na ka duk pak e egzageruar me 48 kombëtare, po mendoj se këtu ju ka dhënë mundësia kombëtare të vogla, për shembull ekipin e Gjelbër, ndoshta kemi nisë emër, po se kemi që mendoj që është dezerti i këtij botrori, pastaj Curaçao, kam pas rast të Jordania me debutues Uzbekistani, lojna më shumë edhe emocion më shumë. Që kjo është ajo që mendoj. Cilat ka bind deri tash? Soi përket tash po më vjen keq me thon, po unë jam fan si italisht, jam shumë me futbollin italian, po që 3 botrorit e fundit, po do të më kalkulu cilën kombëtare pasgjellë. Kësaj here jam përcaktuar për Portugalin, për shkak të Cristiano Ronaldos, i mungon ky trofe mu kompletu, po s'kon Portugalia nivelin më të mirë, ama deri tash ja kom po përfundimisht për mua favorita kryesore mbetet Franca. Nuk besoj që mund të më dal dikush përpara, Maroko ndoshta tash mund të pak diçka më bëu, megjithatë nëse e ka lënë as pengesë Franca, nuk ka kush që ndal. Ka harmoni, ka sulmin e fuqishëm, Mbappé, Dembélé, duhe e plot tjerë. Valon, sigurisht i ke komentu disa prej ndeshjeve, e ke përcjell non-stop kampionatin, padyshim sikurse edhe ta ke edhe ne, do thotë çka e veçon këtë botror për dallim me kampionatet e kaluara. Po mas pare e veçan që janë prezantuar shumë skuadra kombëtare dhe ai masiviteti, ai volumi shumë i madh i lojëve e ka bërë veçantë këtë kampionat botror, po ashtu janë shënuar mjaft gola,
është një kampionat ku kemi parë shumë gola dhe ka qenë një gjë e bukur, e po ashtu e bën të veçantë pasi që yjet e mëdhenj kanë shkëlqyer. Zakonisht janë të lodhur këta yjet e mëdhenj të futbollit që luajnë kryesisht në ligat evropiane dhe nuk mund të shfasin atë potencialin e tyre nëpër kampionate botërore apo evropiane shumë shpesh. Mirë po, kjo ka ndodhur edhe me Messi e me Ronaldon më herët, pasi që ka pasur Messi kampionat që s'ka shënu fare gol ose ka shënu veç një gol, po ashtu edhe Ronaldo ka shënu veç një gol në kampionatet e kaluara, por ja se tani e pati mënyrën për me u shpreh dhe për me realizue me ndihmu Portugalisë ku i shënoi deri më tani 3 gola. Po ashtu Anglia me Harry Kane që shkoi përpara, gjithashtu edhe Erling Haaland që është një yll i madh në ngritje vazhdimisht edhe pse e ka tregu potencialin e vet edhe në klub. Gjithashtu secili ekip kombëtar pat atë yllin kryesor skuadrës, një lojtar që e çonte përpara ekipin dhe shënonte gola. Pra e ka karakterizuar shënimi i golave. Po ashtu edhe ekipet që kanë qenë shumë të forta, shumë të mirë të organizuara dhe kanë treguar cilësi thuajse gjitha skuadrat që janë prezantuar. Nuk ka pas rezultate shumë të thella, pra ka qenë mjaft kampionat cilësor, edhe pse ndodh ndonjëherë që është ndonjë kombëtare më modeste, siç ishte rasti Curaçao që u ndesh me Gjermaninë dhe e pse atë humbjen e thellë, mirë po e pa më pas Gjermania që pati probleme me Paraguayn dhe u eliminua. Po ashtu vjen keq pak për Brazilin që psoi në një mënyrë të tillë dhe u largua nga kampionati. Është një karakteristikë ja, por Brazilit po ndodh që sa vite mos me e thon fjalën e vet në një kampionat botëror prej 2006-s e këtej dhe po ashtu e ka një rënje futbolli brazilian që nuk po prodhon më yje siç ka prodhuar historikisht siç kanë luajtur me ekipe ultra ofanzive braziliane. Tu munduar me Ancelottin të bënin diçka, por nuk pati ndoshta edhe kohë shumë Ancelotti ta përgatiste ekipin ose ndoshta një lojë të del nga kontrolli dhe Norvegjia është një prej ekipeve më të mira në botë, e ka pasur një kampanjë të jashtëzakonshme kualifikuese dhe po vazhdon Norvegjia që të befasoj, është një prej skuadrave më të mira, më të bukura. Këto janë pra disa prej karakteristikave, derisa Franca po shkëlqen e ka ndoshta ekipin më të mirë që e ka pas absolutisht viteve të fundit, ndoshta nuk e di ndonjëherë e ka pas sepse ai ekipi Franca 98 ka qenë vërtet ekip unik, jashtëzakonshëm i Francës, por ekip më ofanziv nuk ka pas asnjëherë. Dhe shumë ekipe po luajnë me nga 3 sulmues apo edhe 4, sikur dje që startoi Brazili me 4 lojtar në vijën e sulmit, kështu që ky futbolli ofanziv po e karakterizon shumë dhe po e veçon këtë kampionat. Po e përcjellim shumë media do thotë që po i atribuojnë disa gabime të gjyqtarëve, sepse ishte ai rasti për shembull Franca Paraguay. Ajo loja e ashme ndoshta e Paraguayit bëri që të mos ketë ndonjë karton. A të thotë që është niveli i ndarjes së drejtësisë para se t'i kthehemi tek ekipeve edhe një herë, që është një dallim apo një dallim shumë i madh në fakt. Edhe të pos parasysh teknologjinë e madhe që kanë futur kur pishë ata arbitrat më ato po duket si Terminator, nështë edhe e ka vështirë një kamerë knina një knina dhe me përcjell ndeshjen, megjithatë disa gabime me të vërtetë po të bëjnë mundje keq. Do të thotë Paraguay ka marrë një karton të verdhë, por masi ka përfunduar ndeshja. Do të thotë ishte një lojë shumë e ashpër, ndoshta gjyqtari me sa lexova, ai më shumë është i njoftën për lojë të ashpër, me lojë të ashpër, nuk donte me dalë në skenë, ndoshta me ndërhyrje me kartonat verdh, megjithatë ai u dashur të ndërhyj, pastaj është ky vjen keq me thon goli portugalist që eliminoi Kroacinë, aty i kam dyshimet e mia. Pastaj edhe te Algjeria me Argentinën, ju që kam diçka kundër Argentinës, ai rasti i Mesit, ndoshta u dosh më diskutu të paktën e ndërhyrja, nuk e di, edhe ajo që po më pengon në këtë botëror është FIFA, që i është nënshtruar komplet politikës së SBA-ve, do thotë ja heq kartonin e kuq Balogunit, do thotë cili e u ndëshku edhe ta shko drejt me lujt me Belgjikën, pastaj ndodh kthehet gjyqtari nuk lejohet me hy aty, ka qenë Thomas Partey i Ganës, edhe ai ndeshjen e parë ka mungu, futbollistat i nënshtruan kontrollave të jashtëzakonshme, do thotë çaja mund pengon më shumë sepse FIFA nihet si organizatë që nuk e lejon politikën më përzin sport, por kësaj here po ndoket rolet kanë ndryshuar. Që është çaja që diqysh peshon një skepticizëm të madh, pse më nënshtru organizata botërore e futbollit
një politikës ose të një shtetit, pavarësisht se është i fuqishëm. A mund dikoj kjo për shembull në këtë ndeshjen që e përmendi ta? Po të shohim tash se si do të ndikoj të belgët dhe të amerikanët, vërtet u bë një debat botëror puna e heqjes së kartonit të Ballogunit, që është një rast unik në gjithë kampionatet botërore dhe ndoshta është një dëmtim i hapur ndaj belgëve, por është edhe një favorizim për vendin Nikosqer. Kjo është që ka ndodhur, të shohim tani se si do t'i qasen belgët kësaj ndeshje dhe a do të jetë motivuese kjo për t'i poshtur amerikanët, por ka pasur kësa vendime mjaft, edhe mu më bani përshtypje goli i Kroacisë që shënoi Gvardiol, ishte një prekje shumë e lehtë nga Matanović, derisa e preku topin edhe Veiga, u dash të diskutojë shumë, kjo teknologjia tepër të ka humbur atë emocionin te futbolli, ndodhe atë te Kroacia, edhe Rezia pak sa vonohej, për shembull e realizoi golin Sučić, unë isha atë në komentim, dhe ai e mori topin, filloi me festu, duke se ishte një gol i rregullt, edhe emocioni ishte shumë i madh, derisa më pas u anulua goli, pra pak sa e ka humbur atë emocionin e parë se e jep një gol i futbollit, mirë po jemi në kohë të teknologjisë dhe duhet të pajtohemi me këtë gjë. Gjithmonë ka pasur gabime në futboll, gjithmonë ka pasur lëshime, ka si gola me dorën e Zotit e Maradonës e këso gjëra, por këto e bëjnë futbollin e bukur. Po ashtu edhe Anglia kur është dëmtu, fillimisht është favorizuar në 66-ën, në finale, pastaj në 2010-ën me Gjermaninë një gol i Lampardit ishte anulu, po këto gjëra e bëjnë futbollin dhe diskutimet që kanë qenë për një kohë. Diskutimet po, edhe e bëjnë të pavdekshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të luajnë me Belgjikën sonte në orën, si i bie nesër në orën 2, do të thotë pas mesnatës, që do të jetë një përballje jashtëzakonisht interesante, do të luhet në Seattle dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po dy kombëtarës janë të përafërta pak me kualitet. Belgjika ka pas një gjenerat shumë të mirë, nuk arriti ta shfrytëzonte vetëm deri në gjysmëfinale arriti në 2018-ën. Tani janë moshuar paksa ata lojtarë, Lukaku është në moshë, po ashtu edhe Kevin De Bruyne, por belgët nuk është se kanë bindur shumë, kanë mbetur shumë ndeshje barazime dhe mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një favorit i lehtë, duke pas parasysh që edhe luaj në vendin e tyre, mirë po asnjëherë nuk i dihet, është futboll, mund të ndryshojë ndeshja prej ndeshjes, e ka një trajner shumë të mirë me përvojë Amerika, Mauricio Pochettino në Argentinë, kanë qenë 6 trajner Argentinas si vjet 6 selektor, po ashtu po karakterizohet ky kampionat sepse kur po humbasin ekipet kombëtare, po shkarkuan ose po japin dorëheqje selektorët, ndodhi njëjtë dje edhe me Javier Aguirre që nuk do të jetë më trajneri i Meksikës, pra kishte ndodhur në vitin 2013 kur Meksika kishte humbur në Azteca, që përmendi më herët Taki, që nuk ka humbur shpesh Meksika, në 2013 humbin nga Hondurasi, menjëherë pas ndeshjes u shkarkua De La Torre që ishte atë botë trajner i Meksikës, dje ndodhi njëjtë me Aguirre. Shumë trajner, pra përmbi 10 trajner e kanë humbur vendin e tyre të punës për shkak të presionit të madh dhe mos arritjes së objektivave. Pritet që edhe Zlatko Dalić Dalić karrierën si përgjithësi. Po flitet për me u kthy Bilići prap, Slaven Bilić, që ka qenë prej trajnerëve më të suksesshëm dhe prej atyre njerëzve që ka bërë që Kroacia tani vetë pas vitit të kualifikohet në botërore dhe në europiane, po bashkë me Dalićin e kanë kaluar një periudhë më shumë se 20 vjeçare duke e udhëhequr në mënyrë shumë të mirë, thuajse perfekte kombëtarën kroate, pasi që perfekt do të ishte edhe të fitohej ndonjë trofe, por i humbën ato finalet edhe të botënorit, edhe të Nations League-s, por Kroacia gjithmonë me talent, më la ditë përshtypje shumë që i kishte disa djemë të ri, që udhëhiqeshin prej Sučićit të Interit, Petar Sučić, po ashtu dhe Luka, djali i Azës tij që luante Sociedadi, dhe mund ta shohim Kroacinë prap një ekip konkurrues dhe një ekip që s'paku kualifikohet në turne të mëdhenj të futbollit. Paka shumë do të jetë pyetja e njëjtë edhe për Takin, do të shfrytëzoj rastin sonte, do të përballen ajo përballja iberike në mes të Portugalisë dhe Spanjës. Një ndeshje klasike e futbollit tashmë, një ndeshje ku
janë dy kombëtarë të cilat kanë objektiv qartë fitimin e kampionatit. Spanja janë si kampioni i Evropës, 4 herë kampioni i Evropës, po ashtu e fitoi në 2010-ën titullin dhe prej atëherë u bë një kombëtare respektuar në futbollin botror, pasi që më parë vetëm mirë pjesë, mirë po futbolli spanjoll evoluoi shumë dhe u zhvillua tej mase prej mesit të viteve të 90-ta e veçanërisht prej 2000-tave këtej ku klubet spanjolle kanë dominuar në skenën evropiane dhe po ashtu edhe kombëtarja me ato trofeet që i fitoi 2008, 2010, 2012 dhe po ashtu me fitimin e evropianit në fund në 2024-ën. Spanja ka një gjenerat shumë të mirë, shumë solide, me lojtarë të rinj dhe është një favorit besoj i lehtë ndaj portugezëve, mirë po Portugalia po ashtu ka një ekip mund të themi lirisht bomb, një ekip shumë të fortë, e ka një mbrojtje tepër të organizuar me djashin nisi u kthye dhe tani sar po luan ai po fiton Portugalia, 3 ndeshje që luajti në qendrën e mbrojtjes i fitoi Portugalia, gjithashtu lojtarët e dëshmuar në krah që janë Cancelo dhe Mendes, mos flasim për mesfushën që ka të jashtëzakonshme, 2 lojtarë të Paris Saint-Germainit, Vitinha dhe Neves që e udhëheqin edhe kampionin e Evropës, edhe Portugalin dhe po ashtu Cristiano Ronaldo që do ta jap dhe atomin e fundit të energjisë vetëm për ta fituar kupën e botës. Do të jetë një ndeshje totalisht e zjarrt e dy kulturave të përafërta të futbollit, e përmend edhe ti që vin nga Gadishulli Iberik, por kanë paksa stile të ndryshme. Portugalia ka një udhëhes të madh në fushë, një lider, një idol të gjeneratave, kurse Spanja me këta djemë të ri po mundohet të bëjë diçka. Lamine Yamal padyshim që është një talent, derisa nuk e ka atë tandemin që e kishte në Evropian Williamsin, i cili nuk pati më pas zhvillim të karrierës këto 2 vitet e fundit, çaloi paksa në kampionatin spanjoll dhe te Bilbao. Mirë po Spanja prap konkurruese, është ekipi vetëm që nuk ka psuar gol dhe kjo gjë bën Spanjën një favorit të lehtë në letër kundër portugezëve. Edmund e përmendi Valuni shumë mirë që Spanja e ka një gjenerat të jashtëzakonshme të re, e cila është në zhvillim e sipër. Megjithatë kësaj here pikundërvina Valunit po shkoj pak me Portugalin, pe favorizoj për shkak që jam me ta dhe unë ende besoj që ndoshta është e mundur në finale Portugalia-Argentinë, Messi edhe Ronaldo do thotë me përfunduar karrierën ndërkombëtare në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi në këtë botror vetë janë përshëndet disa legjenda, Luka Modric, Neymari, portieri i Meksikës Guillermo Ochoa dhe ka shumë tjera. Portugalia besoj që e ka momentin e fundit paktën që shtojnë ana me dhëz në çdo ndeshje deri më tani përveç ndeshjes me Uzbekistanin, që është një kombëtare shumë e dobët në krahasim me Portugalin, duhet më tregu më të mirën pi vetës, edhe Ronaldo sigurisht që ka munduar ai vetë të tregoj dje në konferencën për shtyp që është botrori i tij i fundit. Në anën tjetër Spanja e ka parasysh to, De La Fuente kishte vlerësuar lart Ronaldon, ka besim te mbrojtja e tij, sidomos se kishte cekit Pau Kubarsin që mund të ndal Cristiano Ronaldon. Kjo ndeshje ndoshta dosht më kon pak më vonë dikon gjysmëfinale, po është po takuan shumë herët dhe me rënë njëra pikë në kombëtarëve, vërtet është mëkat i madh. Unë sërish shkoj e favorizoj Portugalin, ka ardhur momenti që tash me tregu veten në me dëshmu që mundet me shty deri në finale. Nëse këto ndeshje s'ka tregu lojë të mira, plus 10 ndeshjet e fundit, 2 fitore i ka Spanja, 2 Portugalia, 6 kanë përfunduar baraz, ama po shpresoj më përsërita e loja ku janë dhënë shumë golla, 6 golla, ku jep edhe Ronaldo hat-trickin, do thotë me pas shumë gola, që kjo është shumë e rëndësishme me pas gola, mos me shku me kalkuluar me prit një anën kundërshton, po nuk besoj që janë kombëtarë që mbrohen që presin me ndëshku një ana tjetrën për një kundërsulmi, ndoshta të paprit. Janë ndesh në Rusi, ato që përmendi Taki, 3-3 ka përfunduar ndeshja, derisa janë ndeshur edhe në kampionatin botror në 2010 ku Spanja pa fituar me rezultatin 1-0, por Spanja fitonte atë botë ndeshjet me nga 1-0, që luante pas sulmues, por luante me atë mesfushën. Sot Spanja nuk e ka mesfushë që ka pasur në 2010-ën e 12-ën, me Xhavin Iniesta, Busquetsin, Alonson, mirë po i ka këta djemë të ri që po i quhen pasi që Pedri edhe përkundër përvojës është ende një lojtar i ri, thuajse në formim e sipër, mund të kaloj edhe potencialin e tij që ka arritur tani, sikur Xhavi dhe Iniesta që patën arrit pas moshës 26-7 vjeçare dhe ishin bërë vërtet lojtar që i fitonin trofet.
Pedri ka përjetu me fitu një trofej të madh kampionatin evropian, mirë po, ndoshta mire ka taki pasi që është një dukuri kur kombëtarët pa ka një yll dhe një yll që është në shkuarje, siç është rasti i Ronaldos apo siç ishte rasti i Messit më herët, atëherë po mundohen gjithë ekipi, po mobilizohen për me arrit me ja dhon atë kënaqësi, lumturi dhe të arritun të përjetshme yllit të skuadrës dhe në këtë rast portugezit më të famshëm dhe më të mirë të gjitha kohërave që ka kaluar edhe nivelin e Eusebios, po ashtu edhe të Figos Ruikosës që ishin lojtarët më të mëdhenj. E mbaj mend gjeneratat e vjetra, gjithmonë e përmendim Portugalinë e Eusebios, e cila kishte shkëlqyer në 66-ën dhe për shumë vite ishte ajo Portugali që ishte kualifikuar në ndonjë kampionat botror, mirë po kjo Ronaldos është krejt tjetër dhe është pretendente. Portugalia nuk është se ka pasur ndonjë sukses të madh në kampionate botrore, e ka arritur vetëm gjysmëfinalen në 2006 në Gjermani, kur ishte Ronaldo shumë i ri, derisa sot si një veteran po kërkon që të triumfoj me Portugalinë. E ka arrit si kampion i Evropës? E ka arrit si kampion i Evropës në 2016-ën, kanë qenë finalist në 2004-ën, por nuk arritën, pra e ka një përvojë Portugalia dhe është një kombëtare konkurruese, por ndoshta mund të jetë edhe ndeshje me gola, por besoj se do të jetë një ndeshje jashtëzakonisht e kujdesshme dhe mund të përsëritet ajo ndeshja e 2010-s me një gol apo 2 gola maksimumi që të përfundojë ndeshja. Ndoshta është munduar që ta motivoj Kubarsin de la Fuente, është një lojtar i ri, një lojtar që po luan startues te Barcelona. Në 2024 ishte në ekipin olimpik të Spanjës që luajte në atë Olimpiadën e Parisit, derisa tani është një prej lojtarëve startues dhe është munduar që ta motivoj, ti tregoj se ti je lojtari i Barcelonës dhe duhet të harruash ta markosh një lojtar të Real Madridit. Këto gjëra i bëjnë trajnerët. Ai është një trajner i shkëlqyeshëm, një trajner që njeh në thelb futbollin spanjoll, pasi që për shumë vite punoi me grup mosha të reja, ishte edhe selektori të rinjve, kishin fituar edhe kampionatin me U21 që ishte mbajtur në Itali dhe do të ketë shumë komponenta të bukur të futbollit, e të shohim se kush do të fitojë, po ashtu interesant edhe për Roberto Martinezin që do të luajë kundër vendit të tij si një trajner, por mund ta ketë ai gjithmonë ndeshjen e fundit, pasi që nëse humbet Portugalia, besoj që mund të përshëndetet ai trajner me Portugalinë, edhe pse e morën një vendim shumë të guximshëm në ndeshjen e kaluar kundër Kroacisë, pasi që e kishte zëvendësuar Ronaldon, por në fundi doli mirë me atë golin e Ramosit. Është ky diskutimi taki, nëse mund të themi kështu, prej 2 dekadash. Me që e përmendët dhe dëshiron një përballje mes Portugalisë dhe Argjentinës. Messi dhe Ronaldo. Shikaj të mund, Du pak me të nëzit. është me ku e gjatë, është vështirë me mojtë një rivalitet tillë Messi Ronaldo. Do thotë këta kanë qenë gati që 2 dekada, normalisht Messi e ka të lindën që shtojnë për një planeti tjetër, ama Ronaldon e admiroj për shkak që deri këtu ka arrit me punë. Do të me punë edhe nuk dorëzohet. Ai debati kush është më i mirë, nuk kam qef se na shta anoj, për shkak që Ronaldo ka luajtur një periudhë të Juventusit, unë jam si fan të Juventusit, kështu që nuk kam qef mi ndo, duhet mbeten legjenda për më të majve në historitë futbollit. Natyrisht Messi ka më shumë topatorët, e ka kupën e botës, edhe ka shumë gjëra tjera. Megjithatë, nëse bëhet kjo finale, ndoshta pak a shumë kishte mujt me do pak për një oncë, sepse është e pamundur të ndonë. Personalisht për mua, këta 2 futbollista e kanë përshkruar këtu 2 dekadat e fundit, realisht edhe largimi i tyre pi futbollit evropian ka bërë që ndoshta pak është zbeha Liga e Kampionëve, pastaj kur del lista e topitort, nuk e sheh Ronaldo në Messin në ato fare 10 e por, disi e sheh që ku atyre po perëndon gradualisht, megjithatë do të më konë krenar që e kemi përjetu një rivalitet kaq të madh tyre 2 legjendave të vërtet të futbollit. Është interesant që disa prej mysafirëve që na vinë në këtë studio, madje rasti i fundit ishte kur Maradona. Do thotë, a mundën ta rivalizojnë Maradonën Messi e Ronaldo? Tash sigurisht secili ka vendin e vet në një periudhë caktuar, edhe Maradona është i padiskutueshëm, megjithatë tash Messi e ka marrë në skenë te Argentina, Messi llogaritet ndër më të majt,
po edhe Maradona nuk bën mu anashkalu. Maradona pelle ka shumë lejtar, po më fokusuar në këtë 2 dekadat e fundit, cilat ka mujt vetë mi përjetu, ndoshta Maradonën kam qenë shumë i ri dhe s'ka mujt bashkë me përjetu përveç disa gjirime apo videove që i shë, megjithatë Maradona mbetet i padiskutueshëm, sidomos me nufkën dora e Zotit, do thotë që është një aftësi e lindur e tina, po unë po pres finalen Portugali-Argentinë edhe të shëtani. Malon, është një faktor tjetër për çka do thotë për një komentator. Nëse e komenton një ndeshje në orët e vona, kur ndoshta shikueshmëria nuk është shumë e madhe, por megjithatë ti montohesh sikur të jetë ndoshta në time zonën më të mirë të mundshme. Gjithmonë është kënaqësi. Atë dekurajon kjo. Jo as pak, jo asnjëherë. Përkundrazi më motivon dhe mundohem që të jem sa më profesional dhe të jem sa më i afërt spaku me ata tifoz që të ndjekin në atë kohë, pasi që në ato orë të vona, për shembull ka pasur ndeshje që ka filluar në orën 5 në mëngjes apo në 4 në 3, që kanë qenë orë shumë të vona, atëherë rrinë vetëm ata meraklin të futbollit dhe ata janë me veshët dhe sytë hapur duke e shikuar ndeshjen, por edhe duke të dëgjuar dhe menjëherë mundën edhe me të shkruar, me të kritikuar diçka nëse ke thonë diçka gabim, jo asnjëherë. Veçse ndonjëherë kur janë ato ndeshjet e orëve të vona, unë qes atë perspektivën kur do të kisha qenë në shtëpi dhe duke pa një ndeshje, atëherë ti mundesh me qenë shumë i apasionuar edhe me pas koncentrim maksimal në ndeshjen e futbollit, por anëtarët e familjes mundu me qenë në gjumin më të mirë dhe komentatorët duhet me qenë sa më i kujdesshëm që mos me ngrit zonën as tepër, ndoshta kur transmetohen ndeshja në 4-5 mëngjes, edhe pse janë ato momentet, mirë po me pas një nivel që e mban dhe me informu sa më shumë dhe me tregu për ndeshjen. Zakonisht të kampionatet botërore e kanë atë veçantinë se janë shtetet edhe të vogla që prezantohen dhe zakonisht në këto orare kemi pas rastin të transmetojmë ndeshjet e Kepit Gjelbër, të Kurasaos, të Uzbekistanit, pra të ndeshjet të ekipeve debutuese dhe është interesant përveç anës futbollit të tregohet edhe ajo ana e demografisë popullit, gjeografisë, kultura, tradita, ku gjendet dhe këto gjëra e plotësojnë atë, si të themi, mozaikun e komentimit. Ne e kemi një traditë shumë të mirë prej komentatorëve më të vjetër, cilët na kanë tregu këto gjëra dhe i kemi mbajt mend, mos i përmendit gjithë me emra se ka shumë dhe mund t'i mbesim borxh ndonjërit, por po fillojmë prej Veli Vranisit, e Tutje, edhe Azem Brovina, po ashtu Osman Disha, prej atyre korave, Kasapolli, e deri tek korat e reja, Arbeni, Skifteri, e kështu me radhë, veçanërisht në televizionin publik të Kosovës dhe në RTK, po ashtu ka qenë edhe komentatori i mirënjohur Kemal Çarkaziu, i cili gjithmonë e ka futur atë elementin e kulturës së një vendit, një popullit, traditën e një klubi dhe ka shfaq tek tifozët. Po ashtu më kujtohet, sepse jam shumë merakli këtyre videove të vjetra dhe materialeve të vjetra që kanë qenë, e pa ta pa një ndeshje Anglia-Paraguay në 2006, kur pa të shënu gol Bekami dhe pa të komentu Kemal Çarkaziu, dhe ai në fillim të asaj ndeshjeje e pa të tregu një kujtim që kishte me Veli Vranisin, ku kishin komentu nga ai stadium, duket ka qenë stadiumi i Frankfurtit, dhe tregonte një rrëfim prej 74-s, pra këto janë gjëra shumë të bukura dhe kur e kujtonte ai kishte kaluar një periudhë shumë e gjatë, ajo është e freskët edhe tani po të dëgjohet, është një gjë shumë e bukur. Këto gjëra e bëjnë komentimin më të plot, më të bukur dhe më të afërt me publikun. Mbetem edhe pak me ty, besoj që edhe me ta kemi pajtohet, je i thari dhe i realizimit të dokumentarëve. Po. Do thotë çka të plotson ty si gazetar në përgjithësi? Çka të ka mbet merak? Po merak, unë jam ende i ri për me mbet gjërat shumë merak. Deri tash, po, unë kam qef me kontribu sa më shumë për sportin ton, për sportistët ton. Më vjen, mu marak më kam mbet që nuk kemi pranu ma herët. Realisht futbolli i Kosovës nuk është pranu ma herët, e kemi meritu të ishim spaku prej 2008-s.
në garat ndërkombëtare, po i shohim ekipet tona si po prezantohen, po i shohim vajzat tona si janë prezantu në sportet individuale në olimpiadë që kanë arritur sukseset më të mëdha. Unë jam rrit me ato rrëfimet e Prishtinës vjetër, ku kanë treguar përmenda edhe më herët veçanërisht gjyshe dhe baba që kanë shku e kanë përcjell Prishtinën, po ashtu edhe klubin e boksit që ka pasur suksese shumë të mëdha në atë kohë, janë ata sportist kulminant gjenerata arte boksierëve tanë të Prishtinës që kanë arritur në një shtet milionsh të triumfonin dhe më gëzon fakti gjithmonë kur sportistët kosovar arrin shumë. Për shembull, tani jam shumë i lumtur që lojtarë që kanë dalë prej Kosovës, sepse mu pëlqen me tregu drejtën futbollin më shumti, derisa edhe sportet tjera normal që ne i përcjellim gjithë dhe veçanërisht kur janë lojrat olimpike dhe prezantimet e ekipeve tona kombëtare, klubeve tona në arenën ndërkombëtare, por futbolli duket që është një sport që populli ynë e don shumë dhe e kultivon dhe duke pasur edhe traditën e përmendëm më herët prej dokumentarëve, kemi pasur rastin edhe fatin me punu një dokumentar me Abdyl Bellopojën që është një legjend e sportit tonë, por edhe ka një përvojë shumë të madhe në televizion për Fisnik Ademin, për legjendën e futbollit kosovar që ka dhënë një kontribut madh për Trepçën, po ashtu edhe për Ramadan Similin do të del këtë muaj dokumentar dhe do të bëjmë një seri të dokumentarëve apo rrëfimeve për yjet e futbollit tonë që ta tregojmë një traditë madhe të sportit tonë. Për me u kthy në kohën e tashme lumturon fakti për shembull që kemi një lojtar si Ramani që është bë kampion itali, po ashtu si Morici që ka triumfuar në Spanjë me 3 gola të shënume, si Rashica që ka dalë prej Kosovës, ka shkuar tutje, e gjithë këta lojtarët mos t'i mbes dikujt bërgj, mos më ja përmend emrin, por ne që jemi rrit vitet e 90-ta, kemi pas shumë lojtarë nga rajoni që kanë luajtur në ato liga dhe vështirë kemi pas me paramendu, ndoshta shpeshherë kemi andru që futbollistat tonë mu paraqit në ato nivele, por ja që ka ndodhur kjo gjë dhe është një fakt pasi që e duam shumë futbollin dhe e kultivojmë. Për shembull, kur ke rast me bo biseda me legjendat e futbollit Prishtinës, ata tregojnë se si kanë luajtur me Prosineshkin, me Bobanin, me Shukerin, që kanë pas duele, ndërsa këta kanë qenë lojtarë që kanë luajtur në Real, Barcelona, Juventus, Milano, kanë luajtur në kampionat botror, duke arritur një sukses të madh. Pra niveli është aty, por rrethana që kanë qenë vendin tonë kanë bërë që mos të arrinin përpara, por talenti ka triumfu, puna dhe shpresoj që të vazhdon kjo e Kosova të prezantohet gjithsesi në kampionat botror dhe evropian. Tani është rasti, tani e ardhmja do të na takoj, jam i bindur, por me këta lojtarë të cilët përvojën që kanë marrë në top ligat e Evropës ta binë atë përvojë dhe ta ndihmojnë vendin tonë dhe futbollin tonë. Patyshim, taki një botror spektakular, po ajo që na intereson neve, për një gazetar. Të mbetet marak që nuk jeni në SBA për shembull. Me përcjell me përjetu një kampionat kaq të madh me një organizim që po shihet që është i jashtëzakonshëm, me kaq shumë stadiume të mëdha, me kaq numër të madh të gazetarë. Sigurisht këtë është një përvojë unike, jo vetëm për mua, por për secilin gazetar sportiv në Kosovë. Ne realisht kur të në ndeshje ndërkombëtare, qoftë e Kosovës apo e klubeve tona, kur shkojmë në stadion ndihemi më ndryshe, deri më në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti shohësh gjithë ata tifozë, gjithë ato këngëtarë, të kesh rastin ndoshta ta intervistosh ndonjërin për yjeve të futbollit, kush e di Messi, Ronaldo, ndoshta që ka botrurin e fundit, kish me kon përvoja më e jashtëzakonshme për një gazetar të sportit në Kosovë. Realisht gjithë gazetarët të ndrojnë me shku me përcjellin ngjarje të mëdha, çfarë do të qoftë botror, evropian apo finale Ligës Kampionëve, ato këtu përvoja nuk mundën mu përshkrua as me fjalë. Sepse je një gazetar shumë vjeçar edhe apo vren ndonjë dallim do thotë në mënyrën e raportimit të tyre, duke marrë parasysh që tashmë teknologjia po na mundson një gjë të tillë. Edmund tash gjërat janë lehtësu shumë më shumë për kohën e tashme. Ne e dim kur kemi filluar atëherë me gazetari, gati para 2 dekadash, nuk kemi pas as vend stadium, është dashur të shkojmë afër
bankinës njërit ekip kundërshtar, të raportojmë, të kthehemi me kushte bajgit vështira, ndoshta vetë të paguajmë taksin apo veturën me shku atje, megjithatë ky emocioni, dëshira e madhe për me qëndru afër sportit dhe me raportu se të ngjarje që kemi mund, i kam push gjitha. Tash sigurisht që është ma lehtë, teknologjia, interneti, gjitha atu, edhe sinqerisht Valonin e përgëzoj për dokumentarët me legjendat e sportit, futbollit apo të cilët dhe sport, sepse është e jashtëzakonshme mi dëgju rrëfimet e tyre të asaj kohe të cilën ne ndoshta kemi qenë fëmijë apo s'kemi kon fare në këtë botë, edhe përjetojmë përmes fjalëve të tyre, do të thotë atmosferën në stadionin e Prishtinës, pastaj atë rrëfimin se si tifozët e kanë hiq burrën pi stadiumit për mu zhvillu ndeshja, do thotë ato janë gjëra që me siguri që jo vetëm gjenerata jonë, po edhe gjeneratat prapanisht, pas nesh do të me dëgju edhe me pa se me të vërtet sporti i Kosovës e ka merituar me ardhë dhe i qëtë, ndërsa që shta Valoni ma herët është dasht mu pranu ndërkombëtarisht, edhe pres që kjo ndër e jone, kjo dëshire madhe, mu realizu shpejti në një ngjarje të madhe, qoftë kampionat evropian apo botror, mu kualifiku kombëtarja Kosovës. Mendoj që e meritojmë një gjë të tillë, 2 herë jemi kanë ofër, tash e treta e vërteta do të më ndodh. Shpresojmë shumë. Edhe ti Edmond ke pas rastin me ndjek me 10 ndeshje të Kosovës, si në Prishtinë, si në Shkodër atë botë kur luheshin, por edhe jashtë vazhdimisht e përcjell Kosovën. Besoj që je i bindur që vendi do të prezantohet në një botror dhe evropian, edhe pse e dim që është shumë vështirë, por Shqipëria arriti dhe edhe ne besoj që do të arrijmë. Tashmë do të nisej cikli i Ligës së Kombeve, që është një pak shumë i rëndësishëm, u pa që Suedia përmes Ligës së Kombeve shkoi në kampionatin botror, kështu që po shpresojmë që edhe Kosova do ta ketë atë vendin e merituar, sepse vërtet e meriton që të paraqitet në festivalin e madh futbollit evropian botror. Kush e ka menduar se në Prishtinë do të luajë një ndeshje, atë do të shkojë Kosova, do të 90 minuta larg. Për 90 minuta larg botrore që ishin me Turqinë. Pra në një ndeshje ku ne se luam një shtyll, paramendë sikur të shënoi gol aty në rastin e Fisnik Aslanit, që më kanë met diçysh si pikë, qysh nuk u bë gol, edhe madje me pas një rrjedh krejt tjetër ndeshja. Ndoshta sot do të ishim atje. Do të thotë është kjo ndeshje, disa ndeshje tjera ndoshta të vetme që kur jam shkuar në stadion e kam hequr atë petkun e gazetarit edhe kam qenë lloj tifozi tu broharit edhe tu prit me padorim që me dhon gol edhe me ndoshta s'është bashkëtike, po ma ndryshe përjetojmë na, cilët e kena përcjell futbollin që shtojna me fjolla pilluçit të deri këtu, kështu që unë besoj edhe shpresoj që pi Ligës Kombeve të ja fillu tash ja fillon shtator, Kosova gradualisht ka me gjetë rrugën deri te tash e kena kampionatin evropian që vjen, po edhe deri te botrori. E meritojmë. Taki tha Portugali Argjentinë. Finalja. Franca mu po më qenë shumë, dhe Franca në shoh në finale, e tash të shohim a do të jetë me Argjentinën apo me Anglinë. Ndoshta mund të jetë befasia e madhe Norvegjia. Për mendimin tim, Norvegjia sikur të shkon në gjysmëfinale e ka kryer detyrën, ajo e kreu detyrën edhe pse shkoi në çerekfinale pasi që e arriti çerekfinalen për herë të parë në histori. Mirë po Norvegjia ka një skuadër shumë të mirë, një skuadër kompakte me individ shumë kualitativ dhe me yllën e skuadrës Haaland që nuk priton me realizu gole, aje gjenë mënyrën me pak raste dhe din me shënu. Faleminderit Valon Jakubi, faleminderit Air Sopi që ishte pjesë e emisionit special kushtuar kampionatit botror të futbollit. Ishte kënaqësi e vërtetë, shpresoj që jena mundu pak a shumë deri tash sa kena përcjell me dhon këto, pse ndoshta 2 saat apo 2 ora 3 kishim realisht. Ne vetëm fillu me unze, ashtu. Po duhet me liru kohën. Faleminderit shumë që na ke ftuar Edmond, është kënaqësi shumë me Takin dhe me ty me bo muhabet me bisedu për futboll, e po ashtu edhe që falim për sportin ton që kemi as për zemër dhe sportistët tanë që dëshirojmë të shohim në majat botrore, edhe në olimpiadat e ardhshme, edhe në kampionatet e futbollit. Shpresojmë shumë. Faleminderit Valon Jakubi, faleminderit Air Sopi, 2 kolega gazetarë të sportit të nderuar dëgjues, faleminderit edhe Vlera Sport për këto pajisje sportive që i kemi në këtë studio, dhe në emër të ekipit të realizues të emisionit të sotëm special, dhe ju që na shikuat drejt për drejt në
adresën tonë të Radio Kosovës në Facebook. Faleminderit shumë për vëmendje. Do të takohemi nesër me të njëjtën temë dhe me panelistët e tjerë. Faleminderit shumë. World Cup na RTK Radio.